تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, atë e falenderojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu, s'ka kush e devijon dhe kë e devijon Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej vazhdojmë me leximin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, I cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tan, mësuesit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim të temave që I ka përmendur autori Imam Bukhari rahimahullah, është tema babu du'ai ar-rajuli ala man zalamahu, në lidhje me lutjen kundër atij që të bën padrejtësi. Domethënë lutja e njeriut kundër atij që I ka bërë padrejtësi. Ka thënë Imam Bukhari rahimahullah: حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن محارب ابن دثار عن جابر رضي الله عنه قال. Do thot me këtë zinxhir pra transmeton nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot se كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, më thënë I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. Do thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lutjet e tij shpesh herë: O Allah, më përmirëso dëgjimin dhe shikimin dhe bëj ato të trashëguara pas meje, ose do të thënë në trashëgim pas meje, më ndihmo kundër atij që më bën padrejtësi dhe më mundso, do të thënë ta shoh hakmarrjen kundër tij. Do të thënë ta shoh hakun tim që merret prej tij. Pra ky hadith është një prej këtyre haditheve që tregojnë për etikën e lutjes dhe do të thënë për ato çështje për të cilat është më rëndësi që të lutet njeriu. Dhe një prej këtyre është që njeriu duhet të lutet dhe është e etikës dhe është e dobishme që të lutet për shëndetin e tij fizik, për përmirësimin e trupit dhe të gjymtyrëve dhe shqisave të tij. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur për përmirësimin e shikimit dhe dëgjimit, sepse këto janë dy shqisa më të rëndësishmet për njeriu, për kuptimin e fesë. Do thot përmes dëgjimit e dëgjon njeriu fjalën e Allahut, e dëgjon sqarimet për fjalën e Allahut, edhe kuptohet se domethënë shumica e kuptimit vjen përmes dëgjimit. Edhe gjithashtu përmes shikimit, domethënë e shikon librin e Allahut, e lexon librin e Allahut, e mëson përmendsh dhe mëson fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe librat e dietarëve gjithashtu, që janë baza për mënyrën e saktë për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu edhe dëgjimi dhe shikimi janë diçka që I ndihmojnë njeriut për mirëqenien në jetën e dunjas. Do të thënë, me mungesën e këtyre dy shqisave, atëherë I vështirësohet jeta, ose me mangësimin, do të thënë, të shikimit ose dëgjimit,
Gjithashtu është vështirë që njeriu t'i arrijë edhe dobitë e dunjas po ashtu. Për këtë shkak, vazhdimisht njeriu duhet t'i lutet Allahut subhanahu wa taala deri në vdekje që ta ketë shikimin e fuqishëm dhe dëgjimin e fuqishëm. Edhe kjo ka qenë gjithashtu edhe prej lutjes së mexhlisit. Në fund, domethënë kur e ka mbaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mexhlisin, është lutur me një lutje ku përmendet wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Domethënë ose wa quwwatina, do thotë na jep kënaqësi, do thotë gjatë gjithë jetës, na i mundso, na jep këtë të mirë që të kemi shikim dhe dëgjim dhe fuqi të trupit deri në vdekje. Waj'alha waritha minna, edhe gjithashtu bëj ato që të mbeten trashëgimi pas nesh, gjithashtu edhe pasardhësit tanë të kenë shikim, dëgjim dhe fuqi të plot, domethënë në jetën e tyre, që mos jenë të varur nga njerëz të tjerë. Nëse njeriu t'i mungon diçka prej këtyre, domethënë do të bëhet barr e dikujt tjetër. Dhe atëherë është prej kërkesave sheriatike që njeriu mos jetë nevojtar i askujt prej krijesave, por të jetë nevojtar vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak kërkon prej Allahut këto mirësi që janë, domethënë janë përmirësues të jetës së tij. Pastaj ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pjesën tjetër të lutjes, që është qëllimi i sjelljes së hadithit në këtë temë, wansurni ala man zalamani, domethënë më ndihmo kundër atij që më bën padrejtësi. Dhe kjo lutja kundër atij që bën padrejtësi është prej lutjeve më të rrezikshme kundër njerëzit. Domethënë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittaqi da'wat al-mazlum, domethënë ruhu prej lutjes së dikujt që i ke bërë padrejtësi. Domethënë ruhu prej lutjes së të shtypurit, sepse mes lutjes mes tij dhe Allahut nuk ka pengesë. Domethënë mos shkakto asnjëherë që domethënë mos i bëj askujt padrejtësi që të bësh shkak që ai të lutet kundër teje, edhe atëherë ta dish se ajo lutje nuk është e penguar tek Allahu, por është e pranuar, nuk ka pengesë mes tij dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë kanë përmendur dietarët në lidhje me padrejtësinë, pasi është kjo tema e padrejtësisë, duhet ta kuptojmë çka do të thonë komplet padrejtësia ose fjala dhulm. Dhulm në gjuhën arabe do të thotë vënia e një gjëje ku nuk e ka vendin. Kësaj thuhet dhulm, dhe kundërta e kësaj është hikme, do të thonë urtësi, që do të thotë vënia e secilës gjë në vendin e vet. Padrejtësia është disa llojesh, është padrejtësi e madhe, edhe padrejtësi e vogël që nuk është padrejtësia e madhe. Padrejtësia më e madhe është vënia e adhurimit aty ku nuk e ka vendin. Do të thonë të adhurohet tjetër kush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasi drejta absolute e Allahut është që ai të adhurohet dhe mos i shoqërohet atij në adhurim asgjë. Dhe adhurimi dikujt tjetër përveç tij, që është një prej llojeve të, do të thonë është shirku ose kufri, dhe mohimi diçka prej fesë Allahut subhanahu wa taala, kjo është padrejtësia më e madhe. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Do të thonë kujtoje kur Luqmani i tha birit të tij, duke e këshilluar atë. Pra shikoni, Allahu e ka përmendur këtë këshill të mirë të prindit për fëmijën e vet. Do të thonë që patjetër kjo duhet të jetë këshilla dhe porosia gjithmonë e prindërve për fëmijët e tyre. E ka këshilluar birin e tij, ya bunayya la tushrik billah. Do të thonë mos i bëj shirk Allahut. O biri im, mos i bëj shirk Allahut. Inna shirka la dhulmun adhim, sepse shirku është padrejtësia e hatashme, do të thonë padrejtësia më e madhe. Kjo është padrejtësia më e madhe me të cilën njeriu e ngarkon veten e tij. Do të thonë nëse e bën këtë padrejtësi, thotë këtë vendosje të adhurimit aty ku nuk e ka vendin, e ka ngarkuar vetveten me këtë padrejtësinë më të madhe. Dhe
është padrejti ndaj Zotit të tij subhanahu wa taala që e ka krijuar, e ka furnizuar, e mban, e sundon dhe gjithashtu do të kthehet te ai dhe do të thënë duke i marrë parasysh këto se fillimi është se Allahu e ka krijuar dhe jeta e tij është se Allahu e mban dhe furnizon dhe i jep jetë, edhe pas vdekjes tij kthehet tek Allahu. Dhe ndërkohë, do të thënë, mes kësaj ti lutet ose ta adhuroj dikën tjetër përveç Allahut, padyshim se kjo është padrejtësia më e madhe. Pastaj vijnë padrejtësi tjera me të cilat njeriu e ngarkon vetveten, siç është padrejtësia me shirk të vogël ose lloje të kufrit vogël ose mëkatet e mëdha, do të thënë bidatet edhe llojet tjera të kundërshtimeve të urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Gjitha këto janë padrejtësi. Padrejtësi të njeriut kundër vetes vet. Pse është padrejtësi kundër vetes? Sepse e ka ngarkuar veten me diçka që nuk mund të mbarte. E ngarkon veten me këto mëkate dhe me këtë përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë i ka vendosur vetes një barr që nuk duhet ta vendos, pra i bën padrejtësi vetvetes me lloje të tjera të mëkateve si zinaja, vjedhja, pirja e alkoolit, drogat, do të thënë gjithashtu përgojimi, bartja e fjalëve, të gjitha llojet e veprave të gojës ose të gjymtyrëve, të cilat i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Me këto, do të thënë kjo është një padrejtësi e rrezikshme, që njeriu është në rrezikun e dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Nëse do, Allahu e dënon, nëse do, ka mundësi, do të thënë mund të ndodhë që Allahu ja fal për ndonjë shkak tjetër, mirëpo ai e ka futur veten në rrezik të tmerrshëm. Pastaj gjithashtu është padrejtësia me mëkate të vogla, vazhdimin në mëkate të vogla, është diçka që njeriu e ngarkon veten vazhdimisht me punë që për cilat me cilat do të thënë i bën padrejtësi vetes vet. Dhe lloji tjetër i padrejtësisë është padrejtësia ndaj të tjerëve, ndaj krijesave të tjera. Do të thënë dhe kjo është tema e hadithit, do të thënë padrejtësia ndaj të tjerëve, qofshin ata njerëz ose kafsh, që nuk lejohet t'ju bëhet padrejtësi. Dhe do të thënë padrejtësi të lloj-llojshme që ka mundësi njeriu t'i bëjë dikujt në trupin e tij fizikisht, do të thënë me sulm, me vrasje, ajo është padrejtësia më e madhe ndaj dikujt. Pastaj me lëndime kështu me radhë në trupin e tij, ose padrejtësinë në pasurinë e tij, duke ja vjedhur pasurinë për shembull, ose duke i marrë pasuri me mashtrim ose me manipulime, do thotë me llojet e tregtisë që janë haram, ose gjithashtu padrejtësi në nderin e tij, duke dëshmuar rrënjshëm për shembull kundër dikujt, ose me përgojim, ose me përqeshje, ose me forma të tjera, do të thënë ose me shpifje ndaj dikujt. Do të thënë gjitha këto janë forma të padrejtësisë që për cilat me të vërtet njeriu duhet ruhet, pra si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ittaqi da'wat al-mazlum, pra ruhu prej lutjes së atij që i ke bërë padrejtësi. Do të thënë mos i bëj padrejtësi askujt që mos lutet kundër teje. Dhe po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për lutjen e atij të shtypurit, të cilit i bëhet padrejtësi, ka thënë se kur lutet ai, thot Allahu la ansurannaka walau ba'da hin. Do të thënë do të ndihmoj pa dyshim, pra kjo është shprehja me nunin e përforcimit, la ansurannak. Do të thënë pa dyshim se do të ndihmoj, qoftë edhe pas një kohe. Do të thënë do t'i vinë ndihma atij që i është bërë padrejtësi. Ose shumë shpejt, ose më vonë, ose në ahiret. Nuk ka mundësi që Allahu ta lërë atë padrejtësinë pa gjykuar për të, edhe pa rrafsuar, do të thënë padrejtësinë. Nuk e lë asnjëherë. Saqë as mes kafshëve, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah. Do të thënë do ta ktheni hakun secilit që e meriton në ditën e gjykimit.
do t'i kthehet secilit do t'i kthehet haku i vet. Do t'i merret atij që ka bërë padrejtësi, do t'i kthehet atij që i është bërë padrejtësi. Ka thënë hatta yuqada lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarna. Domethënë saqë edhe delja ose dashi, domethënë për dashin me brir do të merret për dashin pa brir do të merret haku prej dashit me brir. Domethënë edhe deshët ose dhënt nëse janë grind me zveti dhe ajo që ka brir, domethënë ka përparësi, edhe është më e fuqishme dhe mund t'i bëjë dëm më shumë asaj tjetrës, në ditën e gjykimit do t'i kthehet kjo padrejtësi. Patjetër, domethënë secilit do t'i jepet haku i vet, edhe nuk do të mbetet asnjë grinc. Për këtë shkak kanë thonë, është përmendur në ether, se kanë thënë ad-dawawinu thalatha. Domethënë regjistrat e veprave janë tre lloje të regjistrave. I dim se veprat regjistrohen në regjistra, edhe do të vihet ditën e gjykimit do të cilën regjistrat, siç është përmendur te hadithi i fletushkës që do të vijë njëri që ka 99 regjistra me vepra të këqija, do thotë, deri në fund të hadithit, kanë thënë, domethënë këto regjistrat e veprave janë tre llojesh. Një diwanun la yaghfiruhu Allah. Domethënë një lloj regjistrave që Allahu nuk e fal asnjëherë. Dhe ky është regjistri i shirkut ose kufrit ose nifakut, domethënë në besim ose mohimit, dalja prej fesë islame. Domethënë çdo vepër që e nxjerr njeriu nga Islami janë këto në regjistrat që nuk falen asnjëherë. Edhe ai që ka regjistruar, domethënë që ka në regjistrat e vet veprat këtilla, do të jetë përgjithmonë në xhehenem edhe asnjëherë nuk i falet. As nuk i mbaron dënimi. Deri, domethënë sa ekziston koha, nuk i ndalet as nuk i lehtësohet dënimi dhe po ashtu nuk i falet asgjë prej këtyre veprave. Prandaj për këtë aspekt njeriu duhet të jetë më i kujdesuri. Domethënë në lidhje me çështjen e shirkut dhe kufrit. Pastaj kanë thënë wa diwanun la yatrukuhu Allah. Edhe një lloj të regjistrave që Allahu nuk e le, nuk e braktis, domethënë, atë pa u shqyrtu dhe pa u kthy në vendin e vet. Edhe ky regjistër është padrejtësitë që janë bërë mes robërve. Domethënë ky regjistër nuk anashkalohet, domethënë asnjëherë. Pra gjithmonë patjetër do të shqyrtohet çdo imësi në to dhe do të kthehet haku i atij që i është bërë padrejtësi dhe do të merret haku për atij që ka bërë padrejtësi, patjetër. Edhe regjistri i tretë ose lloji i tretë, diwanun la ya'ba'u Allahu bihi. Edhe llojet e regjistrave që Allahu nuk i kushton rëndësi shumë të madhe. Pra nuk e vendos atë në pozitë shumë të rëndësishme. Edhe ky është regjistri i mëkateve të tjera, domethënë që mëkatet që janë mes robit dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Thotë ato regjistra nuk i bën Allahu, domethënë shumë të rëndë. Ka mundësi disa prej atyre veprave që janë këto regjistra i fal pa asnjë dënim, disa ndoshta e dënon Allahu, disa i fal për shkak të veprave të tjera, disa për shkak të ndërmjetësimit të ndërmjetësuesve kështu me radhë. Si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yad'u kanafahu yawm al-qiyamah ala 'abdihi al-mu'min. Do të thënë Allahu vendos perden e tij, do të thënë atë mbulimin e tij ja vendos robit që mos mund ta shohë ose ta dëgjojë askush tjetër. Do të thënë është i vetmuar vetëm me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është një pozitë dhe qëndrim shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm për cilin duhet të përgatitet njeriu. Do të thënë Allahu e mbulon robin e tij dhe e vendos, do të thënë, të vetmuar mes tij dhe Allahut. Edhe i thot, o robi im,
amilte këdha wa këdha, amilte këdha wa amilte këdha, do të thonë ke bërë kështu, do thotë mëkatet. Ja përmend mëkatet që i ka bërë ose obligimet që nuk i ka kryer, edhe thotë robi thotë po Zoti im, do të thonë e kam bërë. Pastaj i thotë e ke bërë këtë, thotë po Zoti im. Dhe derisa ti pranoj dhe ti konfirmoj, do të thonë gjitha mëkatet e tij, dhe atëherë robi mendon se është i shkatruar, do të thënë gjitha ato mëkate dhe gjitha ato pesha të rënda. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala i thot: "Satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Do të thënë këto mëkate ti kam mbuluar në dunja edhe ti fali sot. Thotë pra ky është prej llojit të këtij regjistrit që nuk janë shumë të rënda te Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është llogaria e lehtë. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Do të merret në llogari të lehtë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo llogaria e lehtë është shfaqja. Do të thënë shfaqja e mëkateve, i tregon e ke bërë këtë mëkat dhe robi thot po, nuk e pyet, do të thënë nuk e merr në pyetje pse e ke bërë ose pse nuk e ke bërë, por vetëm i thot vetëm ja shfaq veprat dhe atëherë Allahu ja fal, siç ja ka mbuluar në dunja. Do të thënë ja ka mbuluar në dunja dhe siç e shohim ja mbulon Allahu në ahiret, nuk e demaskon para robërve, sepse ato kanë qenë mëkate prej dobësisë të natyrës së njerëzit. Do të thënë secili njeri është mëkatar dhe bën dhe ka dobësi edhe këto, por kur njeriu e ka zemrën të drejtuar ka Allahu, edhe gjithmonë kërkon falje, pendohet, i lutet Allahut, e lufton veten që të largohet prej mëkateve, atëherë kjo është garancia që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala se do t'ia fal robit. Se ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." Do të thonë unë jam falës i madh. Ghaffar do thot që fal shumë, por për kan për atë që pendohet, që vazhdimisht pendohet për mëkatet që i bën, nuk është këmbgulës në mëkate, wa amana dhe që beson, e ka besimin e sakt, akiden e sakt sipas Kuranit dhe Sunetit dhe sipas kuptimit të sahabeve, wa amila salihan edhe bën vepra të mira. Do të thonë është njeri që përpiqet për vepra të mira dhe lufton për largim prej veprave të këqija dhe mëkateve, thumma ihtada, pastaj udhëzohet, do të thënë gjithmonë e kërkon udhëzimin dhe nëse e sheh që ka gabu dikun, përmirësohet, nëse e rrëshqet prap e korrigjon gabimin, do të thënë nëse është njeriu në gjendjen e këtill, atëherë Allahu është falës shumë i madh. Nëse mungon diçka prej tyre, nëse besimi nuk është i saktë, ka shirk, do të thënë nuk i falet asnjë prej mëkateve. Nëse ka mohim të asaj që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, do thotë nuk falet asgjë prej mëkateve. Nëse është që nuk pendohet, do të thonë vazhdon të bëjë mëkatet edhe nuk kërkon asnjëherë falje tek Allahu, gjithashtu nuk është për ta nuk vlen falja e Allahut subhanahu wa taala. Kështu me radhë, do të thonë pra kjo është prej padrejtisë që ja bën njeriu vetes vet. Edhe ky është ky regjistri që është i lehtë te Allahu subhanahu wa taala. Por më rëndësia është të kuptohet se padrejtia ndaj njerëzve, ndaj njerëzve dhe krijesave, do të thënë ndaj njerëzve dhe kafshëve, ndaj të gjitha krijesave, padrejtia ndaj të tjerëve është diçka që nuk e le Allahu. Patjetër do ta rrafshoj atë drejtësi dhe nuk ja le askujt, do të thënë që të mbetet në këtë padrejtësi dhe duhet ruhet njeriu prej padrejtësisë që mos luten ata të shtypurit kundër tij. Edhe kjo lutje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e tregon rrezikun e padrejtësisë. Pra gjithmonë njeriu, dhe kjo është lutje e përgjithshme, që është lut, do të thënë ndihmo kundër atij që më bën padrejtësi. Dhe më mundso, do të thënë që edhe që ta shoh me sytë e mi atë largimin e mlefit nga padrejtësia, do të thënë që të shihet se padrejtësia atij është kthy për të keq. Do të thënë këtë e bën Allahu subhanahu wa taala dhe hakmarrja që mund ta bëjë njeriu vet nuk mund të krahasohet me atë që ja kthen Allahu
atij të padrejtit. Prandaj mjafton njeriu që ta lër këtë padrejtësinë te Allahu subhanahu wa taala. Kur ka fuqi që ta kryej, domthon ka fuqi të hakmerret edhe e fal për hir të Allahut, atëherë fiton shpërblime të mëdha. Dhe nëse nuk ka fuqi, atëherë vetëm i lutet Allahut subhanahu wa taala që ta ndihmojë kundër tij. Dhe po ashtu në hadithin tjetër thot Imam Bukhari rahimahullah: حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول باشتو me këtë zinxhir nga Abu Huraira thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni. O Allah, më jep kënaqësi, domethënë gjatë gjithë jetës me shikimin dhe dëgjimin tim dhe lëri ato në trashëgim pas meje, wansurni ala aduwi, dhe më ndihmo kundër armikut tim, wa arini minhu tha'ri, dhe ma mundso ta shoh, do thot, marrjen e hakut prej tij. Do të thonë ta shoh me sytë e mi në dunja ose në ahiret. Do të thonë me rëndësi që njeriu të çlirohet nga kjo padrejtësia që i është bërë prej dikujt. Pastaj në hadithin tjetër thot Imam Bukhari rahimahullah: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي قال كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول. Pra ky hadith transmetohet nga Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Pasi është, do të thënë, librat e transmetuesve përmendet ka ikhtilaf të dietarët, është prej sahabeve ose jo. Mirpo ky hadith është argument se është prej sahabeve. Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i ka thënë: Kunna naghdu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë ne shkonim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në mëngjes, pra për taku, për të mësuar prej tij. Fayaji'u ar-rajulu wa taji'u al-mar'a fayaqul. Do të thënë edhe vinte ndonjëherë do një njeri, do një burr, ndonjëherë do një grua, edhe pyet te pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, kayfa aqulu idha sallaytu? Kan thënë çka të them kur të falem? Do të thënë çfarë lutje të them kur të falem? Pra e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: thuaj Allahumma ighfir li warhamni wahdini warzuqni. Pra thuaj: o Allah, më fal, më mëshiro, më udhëzo dhe më furnizo. Faqad jama'at laka dunyaka wa akhiratak. Se këto katër fjalë, do të thonë, ta përmbledhin dunjan dhe ahiretin. Të gjitha të mirat e dunjas dhe ahiretit. Shikoni si sahabët, do të thonë, nuk kanë bërë përpjekje që vetë të formulojnë dua. Kurse ata kanë qenë njerëz të fuqishëm, të gjuhës, njerëz me mençuri dhe me kuptime të thella, mirë po e kanë kuptuar se ibadeti ndaj Allahut subhanahu wa taala duhet të jetë sipas shpalljes, sipas Kuranit dhe Sunetit. Dhe jo se nuk kanë pas aftësi që të formulojnë fjalë të lloj-llojshme. E kemi përmendur këtë edhe sidomos te lutja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Do të them, kush është Abu Bekri radhiyallahu anhu? Ai është njeriu me imanin më të fuqishëm se gjithë ummeti tjetër bashk, dhe me diturinë më të thellë, me islamin më të vjetër, do të thënë i pari që e ka pranuar islamin prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shoqëruar dituri, do thotë që nuk mund të krahasohet dituria dikujt tjetër prej ummetit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë nuk ka dituri më të madhe se Abu Bekri. Mos flasim për gjuhën e tij të fuqishme, por e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: tregom, më mëso një lutje, do të thënë në këtë mënyrë, më mëso një lutje me të cilën do të lutem në namaz dhe në shtëpinë time. Edhe ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutjen që është e njohur për ju: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Deri në fund, do të thënë, pra kjo ka qenë rruga e sahabeve që e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
edhe kanë ardhur shpesh. Domethënë ky hadith tregon se shumë vinte një njeri, vinte një grua sot, nesër, çdo ditë domethënë ka pas që e kanë pyetur si të lutemi në namaz. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thoni këto 4 lutje. Edhe kanë pyetur për shumë gjëra. Domethënë Allahu ka përmend në ajete të shumta yesalunak, domethënë yesalunaka anil ahilla, të pyesin për fazat e hënës. Yesalunaka anil khamri wal maisir, të pyesin për alkoolin dhe bigjozin. Yesalunaka anis sa'a, të pyesin për ditën e gjykimit. Yesalunaka madha yunfiqun, të pyesin domethënë çka duhet të japin, sadaka. Dhe pyetje të shumta që janë përmendur në ajetet lloj-llojshme dhe ka ardhur përgjigja shpesh herë, domethënë në Kur'an direkt, ose gjithashtu edhe herë tjera të shpeshta në frymëzim në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë kjo tregon për interesimin e madh të sahabeve për ta mësuar fenë. Vazhdimisht duke e pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo duhet ta kuptoj secili që kjo është rruga e saktë. Për ta mësuar udhëzimin e saktë, do të thonë duhet ta pyesim librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi sahabët kanë qenë, kur ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë kanë pyetur direkt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe u ka ardhur përgjigjja në Kur'an, edhe ne vazhdimisht duke mësuar librin e Allahut dhe duke i mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë është njësoj, është rruga e njëjtë me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj gjithashtu edhe mësojmë edhe prej tyre, radhiyallahu anhum. Pra i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë lutje ose këto 4 lutje që i përfshin të gjitha të mirat e dunjas dhe ahiretit. Allahumma ighfir li, o Allah mi fal gabimet. Edhe ato janë të shumta, do të thonë njeriu bën gabime të shumta, me qëllim, pa qëllim, me dituri, pa dituri, duke qenë serioz, duke bërë shaka, do të thënë në forma të lloj-llojshme, njeriu bën gabime fshehtas, bën haptas para të tjerëve, bën diçka që nuk duhet ta bëj ose nuk e bën atë që duhet ta bëj, do të thënë gabime dhe mëkate të lloj-llojshme. Patjetër njeriu nuk shpëton nga gabimet, për këtë shkak vazhdimisht duhet kërkoj falje te Allahu subhanahu wa taala. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë mbrojtur nga mëkatet dhe ka qenë ndihmuar dhe janë falë të gjitha gabimet e mëhershme ose të mëvonshme, vazhdimisht ka bërë istighfar. Kanë thonë sahabët, do të thonë në një mexhlis ja kanë numëruar më shumë se 70 herë që ka thonë Rabbi ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Do të thonë o Zoti im, më fal, më mëshiro, se ti je falës dhe mëshirues. Do të thonë në një ndjenjë, do të thonë më shumë se 70 herë e ka thonë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse njeriu t'i falen mëkatet, atëherë ka fitu. E ka fitu çdo sukses në dunja, çdo të mirë, e fiton udhëzimin, nëse është që vazhdimisht pendohet dhe kërkon falje te Allahu, atëherë i lehtësohet kuptimi i fesë Allahut. Edhe Allahu ja mundson, do të thonë që ta mësoj udhëzimin në mënyrën e saktë dhe gjithashtu në ahiret fitimet, do të thonë çka të flitet për to. Nëse i ka mëkatet e falura, atëherë ka fitime të panumërta në ahiret. Warhamni, dhe më mëshiro. Dhe mëshira përfshin çdo mirësi. Do të thonë nëse njeriu e fiton mëshirën e Allahut dhe i ka mëkatet e falura, do të thonë mirësitë janë të panumërta, që nuk mund të përmblidhen. Nëse fillojmë t'i numërojmë çfarë mirësish mund të fitojë njeriu nëse e ka fituar mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë në dunja dhe gjithashtu në ahiret. Wahdini, dhe më udhëzo. Edhe kjo është, do të thonë kjo është kërkesë shumë nevojshme, që njeriu vazhdimisht i lutet Allahut për udhëzim. Edhe kjo kërkesë është kërkesa ose lutja që Allahu na i ka bërë obligim
ta kërkojmë çdo herë. Edhe këtë në secilin rekat, në secilin namaz. Në çdo namaz, do të thënë pa marr parasysh është me zë ose pa zë, ose falësh me imam, ose falësh vet, është obligim ose është nafile, në secilin rekat. Themi ihdinas siratal mustaqim, do të thënë udhëzona në rrugën e drejtë. Edhe këtë dua pasi e përsërisim kaq shumë, patjetër duhet ta mendojmë, sepse Allahu nuk e pranon lutjen nga zemra e shpërqendruar. Do të thënë që goja lëviz kurse zemra është dikun tjetër, por do të thënë që njeriu ta ketë parasysh se është duke ju lutur Zotit të botës, të tokës dhe qiellit, dunjas dhe ahiretit. I lutesh që të udhëzojë në rrugën e drejtë. Edhe nëse Allahu të udhëzon në rrugën e drejtë, atëherë do të thënë ke fituar të gjitha të mirat në dunja dhe po ashtu i lutesh për udhëzim në ahiret, gjithashtu që edhe në ahiret për ta kalu urën e siratit dhe për ta gjetur xhenetin, po ashtu është vetëm me udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj banorët e xhenetit, çka thon xhenet kur të hyjnë? Thon elhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Do të thonë lavdi Allahut që na udhëzoi për këtë rrugë. Do të thonë na udhëzoi në dunja që ta ndjekim rrugën e xhenetit dhe gjithashtu na udhëzoi sot në ditën e gjykimit që të hyjmë në xhenetin e tij. Warzuqni, pashtu edhe më furnizo. Do të thonë më furnizo me të gjitha të mirat dhe furnizimi më i rëndësishëm është furnizimi i kuptimit të fesë së Allahut subhanahu wa taala. Që Allahu do të furnizoj me dituri të dobishme dhe me kuptim të saktë dhe me vepra të mira. Pastaj gjithashtu edhe furnizimi halal, si foli khatibi jon i nderuar, Allahu i dhon sukses. Do të thonë kërkimin e furnizimit me halal, sepse ajo është gjithashtu shkak për fitimin e të mirave të dunjas dhe të ahiretit. Pra këto lutje Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Këto janë përmendur 4. Gjithashtu është në tjetër transmetim që janë përmendur 7, të cilat thuhen mes dy sejdave. Do të thënë përveç asaj që thot njeriu kur ngrihet nga sejdja, duhet rri ulur. Yarhamukallah. Thot Rabbi ighfirli sa të doj, do të thënë, o Allah më fal, ose thot ket Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Do të thënë këto janë 7 lutje që janë po ashtu në hadith sahih. Ose këto 4. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Do të thënë këto duhet ti praktikoj njeriu mes dy sejdave ose në fund para selamit, do të thënë ose në sejdë gjithashtu kur është këto vendet e lutjes në namaz. Edhe atëherë, do të thënë gjithashtu ata ajetin që e përmendëm më herët, ta kujtoj se Allahu ka thënë wa inni laghaffarun. Do të thënë unë jam falës i madh limen për ka është Allahu falës, do të thënë limen tabe, për atë që pendohet wa amana, që beson, e ka besimin e saktë, wa amila salihan, bën vepra të mira, thumma ihtada, pastaj udhzohet. Do të thënë edhe këto kërkohen përmes kësaj lutje që u ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve të tij. Pastaj në temën e radhës thot autori rahimahullah babu man da'a bi tulil umr. Do të thënë temë lutja për zgjatje të jetës, që të ketë njeriu jetë gjatë. Ka thonë, pra thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان قال حدثنا أنس. مثلا me këtë zinxhir të shkurt, Imam Bukhari transmeton nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Do të thënë Arim, Said ibn Zaid, Sinan dhe i katërti Anas ibn Malik. Këto janë kësaj thuhet këtij zinxhiri i thuhet rubai. Do të thënë që ka 4 transmetues mes autorit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë 4 transmetues. Ai ka Imam Bukhari 4 më të larta apo 3? 3, ka edhe 3, po. Mirë, thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu,
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahl al-bayt. Do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vinte shpesh në shtëpinë tonë, te familja e Anas ibn Malikut, radhiyallahu anhum ajma'in. Fadakhala yawman fada'a lana. Edhe hyri një ditë, do të thënë ka ardhur një ditë musafir, edhe është lut për familjarët e Enesit radhiyallahu anhu. Faqalet Sulaim, atëherë nana e Enesit Sulaim ka thënë Khuwaydimuka ala tad'u lahu. Do të thënë kjo është shërbetori yt i vogël, sepse kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, Anas ibn Malik ka pas 10 vjet edhe nana e tij e ka marrë, ka shpënë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ky le të jetë shërbetori yt. Edhe e ka shërbyer pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 10 vjet. I ka thënë shërbetori yt i vogël Khuwaydim, domethënë pra është diminutiv, do thotë është shprehje e emër për gdhelës, domethënë. Pra ky shërbetori yt i vogël, lutu edhe për ta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Ka thënë, o Allah, shtoja pasurinë dhe fëmijët, zgjatja jetën dhe falja mëkatet. Është lutur me këto fjalë për Enesin radhiyallahu anhu. Fad'a li bi thalath, thot Enes ibn Malik, do të thonë u lut me këto 3 çështje. Do të thonë për shtimin e pasurisë dhe fëmijëve, për zgjatjen e jetës dhe për faljen e mëkateve. Ka thonë u lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mua për këto 3 çështje. Fadafantu 103 ose 130 ka do thot kam varrosur 130 fëmijë prej fëmijëve të mi. Do të thonë 130 prej pasardhësve të tij. Kjo ka qenë për shkak se një periudhë është paraqitur një taun, do të thonë një smundje e përhapur, një epidemi që kanë vdekur shumë. Do të thonë edhe është përmendur se brenda një dite kanë vdekur 70.000 veta e kështu me radhë, ose brenda 3 ditëve. Dhe Anas ibn Malik ka pas shumë fëmijë. Dhe thot se prej atyre fëmijëve që i ka, ka në disa transmetime 120 ose 130, këtu thot 103 fëmijë të vet i ka varrosur Enesi radhiyallahu anhu. Edhe kjo lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë është që të ketë bereqet në pasardhës gjithashtu. Pasi lindja e fëmijëve është gëzim, edhe është shtim i të mirave, dhe vdekja e fëmijëve është shtim i shpërblimeve, po ashtu. Do të thonë prindi ta varros fëmin, do të thonë aty ka shpërblime të shumta, kur duron edhe di se kjo është në caktimin e Allahut. Dhe po ashtu vdekja nga tauni, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është shahidllok. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumica e sahabeve ose të gjithë, si është në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të vdesin ose minet ta'an ose minet ta'un. Do të thonë ose prej plagëve, do të thonë në luftë, prej shpimeve, do të thonë të shtizave ose shpatave ose shigjetave, ose prej taunit, që është gjithashtu shpim prej brenda nga smundja e taunit. Do të thonë këto dhe sahabët kështu shumica kanë vdekur. Do të thonë nga këto 2 shkaqe. Dhe fëmijët e Enes ibn Malikut, do të thonë kanë vdekur edhe nga ky shkak që është, do të thonë prej llojeve të shahidllokut. Edhe po ashtu Enesi, do të thonë ka pas edhe lumturinë e shtimit të fëmijëve, edhe shpërblimin e vdekjes së fëmijëve. Dhe ka thënë wa inna thamarati la tut'imu fi as-sanati marratayn. Edhe ka thënë kopshtet e mia, arrat e mia japin 2 herë fryte, do të thonë japin të korrura dhe të vjela 2 herë në vit, ato të Enesit radhiyallahu anhu. Wa talat hayati, edhe më zgjat jeta, hatta istahjejtu minan nas, saqë turprohem prej njerëzve, do të thonë është plak shumë, do të thonë ka jetu shumë gjatë.
wa arju al-maghfira, edhe shpresoj për faljen. Do të thënë, këto që është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një jetë që janë të dukshme, janë pa se lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk refuzohet, por plotësohet, edhe ato që kanë qenë për jetën e dunjas janë dukur, do të thënë janë shtu fëmijët, është shtu pasuria shumë, edhe jeta shumë e zgjatë. Enesi radhiyallahu anhu ka jetu, do të thënë, përmi 110 vjet, ose kur është viti i vdekjes. Ka jetu jetë shumë gjatë, do të thënë edhe si thot, sa që vjen turp prej njerëzve, sa shumë vjet ka. Edhe atëherë, po ashtu mbetet edhe kjo lutja e tretë, waghfir lahu, do të thënë falja mëkatet, edhe padyshim se edhe ajo është e plotësuar, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të në bashkojë me të dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Prandaj këtu tema është që e ka sjellë autori rahimahullah për këtë ligjshmërinë që njeriu të lutet për jetë të gjatë. Mirë, po jeta e gjatë në vetvete nuk është dhunti, vetëm jetë gjatësia, nëse ajo nuk është me vepra të mira. Nëse nuk është kjo jetë me vepra të mira, nuk është dhunti, por është e kundërta, do të thonë është lloj prej llojeve të dënimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyetur o i dërguari i Allahut, cilët janë njerëzit më të mirë? Ka thënë, men tala umruhu wa hasuna amaluhu. Do të thonë ata që e kanë jetën e gjatë dhe veprat e mira. Ata janë më të mirët. Ka thënë cilët janë njerëz më të këqij, ka thënë men tala umruhu wa sa'a amaluhu. Do të thonë ai që e ka jetën e gjatë dhe veprat e këqija. Prandaj njeriu duhet të lutet Allahut për udhëzim, si te lutja paraprake që ishte, për udhëzim dhe vepra të mira dhe jetë gjatë në këto vepra të mira. Se kur çdo herë, do të thonë, njeriu me lutje ndaj Allahut i afrohet Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu do që robërit e tij t'i luten. Ka thënë Allahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Do të thënë Zoti juaj ka thënë mu lutni, unë do t'ju përgjigjem. Thotë Allahu na ka urdhëruar që të lutemi, edhe ne duhet të lutemi. Dhe ka garantuar se kur të lutemi do të përgjigjet. Do thotë prandaj nuk lejohet që njeriu ta neglizojë çështjen e lutjes, dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Do thënë nëse të pyesin robërit e mi për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Do thënë le të më përgjigjen ata mua, pra le të kryejnë urdhrat që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Dhe le të besojnë tek unë që të jenë të udhëzuar dhe do të thënë që ta kenë mirësinë e kuptimit dhe udhëzimit. Do të thënë që nëse njeriu është besimtar me besim të saktë dhe i përgjigjet urdhrave të Allahut, atëherë kur ti lutet Allahut padyshim se përgjigjja do t'i vijë. Dhe në lidhje me këtë përgjigjen, ta përmendim edhe këtë temën tjetër pa e zgjatur, ku ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, babu men qala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal. Do të thënë kjo temë që do të thotë që tregon për fjalën se robit i përgjigjet lutja përderisa nuk nxiton. Nuk nxiton, do të thënë për përgjigjen. Ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة. لمثلا ترانسميتون ابن عبيد që ka qenë robi liruar i Abdurrahmanit, dhe thot ai ishte lexues dhe dietar i fikut. Transmeton thot se ka dëgjuar Abu Hurajran radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Do të thonë
i vjen përgjigjja lutjes suaj, ndonjërit prej jush, do të thënë përderisa nuk shpejton, nuk nxitohet. Dhe këtë nxitimin e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka do të thonë që lutja përgjigjet përderisa nuk nxiton, nuk shpejtohet njeriu? Çka do të thonë kjo? Ka thënë yaqulu da'awtu falam yustajab li. Do të thonë bëna dua, u luta dhe nuk mu plotsu lutja. Do të thonë qëllimi është se e braktis lutjen. Do thotë njeriu përderisa vazhdon të lutet, përgjigjja është duke ardhur, padyshim. Në momentin që e ndërpren lutjen, edhe thotë se u luta, nuk më erdhi përgjigje, atëherë e braktis lutjen, atëherë do të thonë edhe ajo e mëhershmja nuk plotsohet, nuk i vjen përgjigja për lutjen nëse e ka ndërprer dhe i është dukur sikur e ka zgjatur dhe nuk vjen përgjigja. Sepse lutja është ibadet, adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo nuk duhet të ndërpritet asnjëherë. Asnjëherë nuk duhet të ndërpritet adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu nuk lejohet njeriu asnjëherë të ndërpritet shpresa te Allahu i lartësuar. Vazhdimisht çdo kërkesë, çdo nevojë që i ka, ja drejton Allahut të lartësuar dhe patjetër se do t'i vijë përgjigja në momentin më të dobishëm për ta. Kjo lutje mund të ketë pengesa, kanë përmendur dietar disa, për shembull një prej tyre është kjo që përmendet në këtë hadith, nxitimi edhe ndërprerja e lutjes, është pengesë për përgjigje. Tjetër është përmendur, do të thënë, ushqimi me haram. Gjithashtu është pengesë për përgjigjen e lutjes. Tjetër, kjo është në hadith, pashtu edhe në hadith tjera, në hadithet tjera, do të thënë, i vjen përgjigja njeriut përderisa nuk lutet për mëkat, ose për shkputje të lidhjeve familjare. Do të thënë, nëse lutet njeriu për që t'i mundsohet mëkati atij, ose lutet kundër dikujt që të bjerë në mëkat, ose për prishje të familjeve kështu me radhë, atëherë lutja nuk përgjigjet. Do të thënë, këto janë disa prej atyre shkaqeve që i kanë përmendur për mos përgjigje të lutjes. Përndryshe, patjetër njeriu fiton nga lutja, ose do ta fitojë atë që e ka kërkuar, ose Allahu me këtë lutje do t'i largojë një dëm që do t'i kishte ndodhur nëse nuk ishte lutur, ose do t'a fitojë shpërblimin, do t'i ruhet, do më thënë, kjo lutje për shpërblim në ahiret. Gjithashtu në hadithin tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah, qala haddathana Muawiya, anna Rabi'ata ibn Yazid haddathahu عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ما كنت زنجير نجا أبو هريرة رضي الله عنه thot se pejgamberi صلى الله عليه وسلم ka thënë يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. Do të thënë, i vjen përgjigja secilit prej jush përderisa nuk lutet për mëkat ose prishje të lidhjeve familjare, au yasta'jil, ose nxiton. Do të thënë, këto janë tri pengesa që janë përmendur në këtë hadith. Nëse lutet për mëkat ose prishje të familjeve, ose nxiton, atëherë nuk i vjen përgjigja. Dhe ka thonë nxitimi është kur thot da'autu fala ara yastajibu li, fa yad'u ad-du'a. Do të thënë, thot u luta dhe nuk e shoh që Allahu më përgjigjet. Atëherë e braktis duan, e le duan, lutjen. Atëherë, do të thonë, njeriu të këtill me të vërtetë nuk i vjen përgjigja. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na mundsoj çdo të mirë në dunja dhe në ahiret, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, dhe të na mbrojë nga çdo e keqe komplet, do të thonë, të na mbrojë nga të këqijat e dunjas dhe të ahiretit, edhe ato që i dim, edhe ato që nuk i dim. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.